disa automjete që qëndronin përpara selisë së Partisë Socialiste dhe në zonën rrotull saj për të shmangur çdo situatë të mundshme tensioni edhe në selinë e Partisë Socialiste. Është hera e disat në fakt që edhe selia e Partisë Socialiste blindohet në këtë formë që pas deklaratës së zotit Berisha se nëse preket selia e Partisë Demokratike do të protestuesi do të shkojnë në të gjitha selitë e Partisë Socialiste dhe që nga ajo proteste në vazhdim policia e shtetit ka marrë masa për të rrethuar edhe selinë e Partisë Socialiste këtu në kryeqytet, ndërsa edhe përpara Bashkisë Tiranës ka patur forca të shumta policie, përpara Ministrisë së Infrastrukturës, po ashtu ka patur një kordon të gjatë të efektivëve të policisë, ndërsa qarkullimi është totalisht i bllokuar në këtë zonë të bulevardit të Shmorët e Kombit, por edhe në një pjesë të Unazës së vogël, me fillimin e protestës, si do të zakonisht bllokohet qarkullimi në të gjithë Unazën e vogël të Tiranës. Pritet nga momenti në moment nisja e protestës, do të shohim nëse do të ketë këtë herë një zhvendosje të protestuesve, ashtu siç kemi parë më herët që nga kryeministria vinë në këtë drejtim për të protestuar më pas përpara Ministrisë së Brendshme apo përpara Kuvendit të Shqipërisë, por ende megjithse ora ka kaluar 6, është i lartë numri i qytetarëve që i bashkohen edhe në këto momente turmës së protestuesve përpara kryeministrisë. Klevi. Renaldo, ju e thatë që po vinë kryesisht nga Veriu, vinë nga terminali i Kamzës më pas në drejtim të Lapragës, rrugës Durrësit dhe vinë aty në sheshin Skënderbej për të bashkuar protestës. Po më herët kur kam ardhur për punë nuk pa shumë qarkullim të automjeteve apo të qytetarëve në kryeqytet. Janë përgjithsisht njerëz që vinë nga rrethet, protestues që vinë nga rrethet apo ka edhe qytetarë Tiranës. Nëse mund të bësh një panoramë se Sigurisht që ka patur edhe qytetarë të Tiranës, por ata që kanë qenë nga rrethet kanë qenë të dukshëm të organizuar, sepse vinin në grupe të vogla apo grupe më të mëdha, vinin me pankarta, me flamuj dhe e shprehnin edhe nga komunikimet që unë kam patur, nga bisedat që kam patur me ta gjatë kësaj kohe që kam qëndruar këtu, kam kuptuar që ata vinë nga zona të ndryshme të Veriut të Shqipërisë dhe vinin të organizuar për të protestuar. Disa prej tyre për herë të disat kishte edhe nga ata që vinin për herë të parë sot, por shumica ishin mbështetës të zjarrt të Partisë Demokratike dhe kishin herën e disat që merrnin pjesë në këtë protestë. Pra, ishin të organizuar me grup seksione dhe me degët dhe ishin të pajisur me pankarta dhe flamuj, por ka patur edhe qytetarë të Tiranës të cilët janë bashkuar kësaj proteste. Shumë faleminderit Renaldo për gjitha informacionet që ndave me ne. Ne do të kemi komunikime tjera në vijim për çdo gjë, nëse ka një dinamikë aty mund të kërkosh linjën që të komunikojmë sërish. Ndërkohë, ende nuk ka dalë nga selia e Partisë Demokratike zoti Berisha, ne do të kemi edhe pamjet nga selia e PD-s, aty ku janë grumbulluar edhe qytetarët, ndërkohë kjo është pamja nga bulevardi, ku një numër i konsiderueshëm qytetarësh është grumbulluar, ndërkohë pjesa më e madhe e tyre qëndrojnë në ambientet jashtë selisë Partisë Demokratike, ku pritet që të marshojnë bashkë me zotin Berisha në drejtim të kryeministrisë. Edhe dita e sotme është një protestë e cila nuk ka një plan të mirëfillt për qytetarët, pritet të shihet në vijim si do të veprojnë organizatorët e protestës dhe pritet që fillimisht pozicionohen me ardhjen e kryesisë të prirë nga zoti Berisha në drejtim të kryeministrisë, më pas do të marrin edhe marshimin në drejtim të rrugëve ndryshme të kryeqytetit. Pritet fillimisht, siç e thanë kolegët, të shkojnë në zonën e ministrive, pranë qendrës, pranë sheshit Skënderbej, më pas marshojnë, pritet të marshojnë gjithashtu edhe drejt bllokut, ku në protestën e fundit jo të 12 marsit pati edhe polemikën më të madhe pas goditjes me fishek zjarre dhe molotov të Vilës 31 ish vendbanimit të ish diktatorit Enver Hoxha. Problematika ishte për shkak se aty ishin 7 artistë të huaj, të cilët ishin në ambientet e brendshme dhe sipas tyre ka shkaktuar panik gjithë ajo çfarë ndodhi dhe ju është rrezikuar jeta. Ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë sërish me kolegun Osman Stafa për të parë se çfarë po ndodh aty. A janë gati? Ora është 8:15, nëse ka dalë zoti Berisha prej aty apo jo. Osman, çfarë po ndodh? Janë gati për të bërë marshimin? Pritet nga momenti në moment, Klevi, dalja e kreut Partisë Demokratike shoqëruar me deputet
të tjerë të kësaj force politike për të dalë nga selia e Partisë Demokratike e për të drejtuar drejt kryeministrisë atje ku janë në pritje dhe kanë mbërritur protestues thuajse nga gjithë degët e Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë. Fakt është protesta e gjashtë e kemi theksuar, por që do të shikojmë se si do të jetë skenari ditës sotme, cili do të jetë itinerari që do të ndjek ky marshim protest që do të zhvillohet pra ditën e sotme, nis te kryeministria, mëtej do të shpërndahet nëpër rrugët e Tiranës. Do të shikojmë se çfarë ka përgatitur ditën e sotme Partia Demokratike, teksa dëgjua vetëm pak më herët deputetin Belind Kolliçi, i cili pra u shpreh se do të ketë një intensifikim të reagimit opozitar pas vendimit të Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë për të rrëzuar kërkesën e SPAK për të hequr imunitetin zonjës Balluku, e cila në fakt është e akuzuar për një sër veprash të ndryshme, konkretisht sipas edhe raportimeve që janë bërë është duke u hetuar pasuria e saj, sikundër çështja e tunelit të Llogaras, e po ashtu edhe Unaza e Madhe e Tiranës janë disa nga ngjarjet apo disa nga çështjet që SPAK është duke hetuar, madje ka dërguar edhe në Kuvendin e Shqipërisë prova që sipas deputetëve të Partisë Demokratike janë prova të qëndësishme dhe që patjetër duhet të çonin Kuvendin e Shqipërisë për të hequr zonjës Balluku imunitetin e saj, por që Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama kanë bërë të kundërtën, kanë marrë vendimin e tyre për të rrëzuar kërkesën e SPAK. Nga moment pritet pra dalja e drejtuesve të Partisë Demokratike dhe për të nisur e 6-ta protestë që unë e theksova do të jetë e dyta, e cila do të jetë në rrugët e Tiranës. Pra një protestë e cila do të veprohet në tillë formë, niset nga kryeministria, ajo që dim është se një pjesë e itinerarit pra do të vijojë përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, mëtej pritet që një segment protestuesit të hyjnë edhe në zonën e bllokut për të dalë në një pikë tjetër të caktuar dhe ku do të përfundojnë në një institucion tjetër të rëndësishëm, të rëndësisë së veçantë për ta përmbyllur aty protestën e ditës së sotme. Pritet që edhe në vijim të ketë protesta të tjera, të paktën kështu kanë deklaruar drejtuesit e Partisë Demokratike. Do të shikojmë pra çfarë do të ndodhë ditën e sotme, ku kërkesa mbetet e njëjtë, qeveri teknike dhe dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, pasi sipas opozitarëve ai ka vjedhur zgjedhjet jo vetëm në një rast, por në disa palë zgjedhje për këtë arsye, me përdorimin që i ka bërë grupeve kriminale, po ashtu edhe administratës shtetërore, e ka bërë të pamundur garën e drejtë mes palëve. Ndërkohë nga ana tjetër operatori ynë do ta ndihmojë edhe me numrin e protestuesve të cilët ndodhen në oborrin e selisë së Partisë Demokratike, të cilët janë duke pritur pra daljen e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për ta shoqëruar atë drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, atje ku ndodhen edhe mbështetësit e tjerë të kësaj force politike. E qartë, Mir Osman, ne jemi në pritje bashkë me ju, në lajmëroni kur dalë zoti Berisha, ndërkohë siç e